Vendimi për hapjen e një konsullate të Serbisë në Shkodër ka prodhuar reagime të forta emocionale, kryesisht për shkak të historisë së marrëdhënieve shqiptaro-serbe dhe situatës së pasgjidhur mes Serbisë dhe Kosovës. Megjithatë, në planin e së drejtës ndërkombëtare dhe praktikës diplomatike, ekzistenca e një konsullate të huaj nuk përbën cënim të sovranitetit të shtetit pritës. Sipas Konventos së Vienës për marrëdhëniet konsullore 1963, një konsullat mund të hapet edhe vetëm me pëlqimin e shtetit pritës. Ajo nuk ushtron sovranitet mbi territorin ku ndodhet dhe nuk gëzon status ekstrateritorial. Funksioni i saj është të ofrojë shërbime konsullore, të mprojë interesat e shtetasve të vendit përfaqësues dhe të zhvillojë marrëdhënie ekonomike, kulturore e tregtare. Në këtë kuptim, deklarata e ministrit Ferit Hoxha se hapja e konsullatës nuk cënon sovranitetin e Shqipërisë është në përputhje me praktikën ndërkombëtare. Pse atëherë ka kaq shumë polemika? Debati nuk lidhet me aspektin juridik, por me kontekstin politik. Serbia vazhdon të mos e njohë pavarësinë e Kosovës dhe shpesh përdor diplomacinë si instrument të politikës së saj rajonale. Në javët e fundit, marrëdhëniet mes Tiranës dhe Beogradit janë tensionuar edhe për shkak të deklaratave të zyrtarëve serb mbi Kosovën, të cilat vetë ministri Hoxha i ka dënuar publikisht si të papranueshme. Në këtë klim, vendimi për një prani të re diplomatike serbe në Shkodër interpretohet nga shumë aktor politik jo si një çështje teknike, por si një sinjal politik. Pse pikërisht Shkodra? Kjo është pyetja që ka prodhuar më shumë diskutime. Nga njëra anë, autoritetet mund të argumentojnë zgjedhjen me nevoja konsullore, bashkëpunim ekonomik ose zhvillimin e kontakteve rajonale. Nga ana tjetër, Shkodra ka një peshë të veçantë historike dhe simbolike në identitetin shqiptar. Për këtë arsye, çdo prani zyrtare serbe në këtë qytet perceptohet ndryshe nga sa do të perceptojë në një qytet tjetër. Në diplomaci simbolike shpesh ka aq rëndësi sa dokumentet zyrtare. Nëse raportimet janë të sakta se marrëveshja parashikon edhe hapjen e një përfaqësie shqiptare në luginën e Preshevës ose në Bujanoc, atëherë kemi të bëjmë me një logjikë reciprociteti diplomatik. Në parim, reciprociteti është një praktikë normale në marrëdhëniet ndërkombëtare, gjithatë mbetet për të parë se çfarë kompetencash reale do të ketë përfaqësia shqiptare dhe nëse Serbia do të lejojë funksionimin e saj me të njëjtat standarde që Shqipëria i garanton konsullatës serbe. Kjo është pika ku analiza diplomatike duhet jetë më e kujdesshme. Reciprociteti nuk matet vetëm me numrin e konsullatave, por me lirinë reale të funksionimit të tyre. Nga këndvështrimi i interesit kombëtar shqiptar. Pyetja kryesore nuk është nëse Serbia duhet apo nuk duhet të ketë një konsullat në Shkodër. Pyetja është nëse Shqipëria po siguron të njëjtin nivel të drejtash diplomatike për shqiptarët në Serbi dhe nëse ky hap sjell përfitime konkrete për qytetarët shqiptar. Nëse reciprociteti është real, atëherë vendimi mund të konsiderohet pjesë e normalizimit të marrëdhënieve. Nëse reciprociteti mbetet vetëm formal, ndërsa Serbia vazhdon politika që kufizojnë të drejtat e shqiptarëve në luginën e Preshevës ose mban qëndrime të ashpra ndaj Kosovës, atëherë ky zhvillim do të vazhdojë të shihet si një lëshim diplomatik i Tiranës. Si përfundim, nga pikpamja juridike, hapja e konsullatës së Serbisë në Shkodër nuk përbën cënim të sovranitetit të Shqipërisë, pasi ajo realizohet me miratimin e autoriteteve shqiptare dhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Megjithatë, nga këndvështrimi gjeopolitik dhe diplomatik, momenti i zgjedhur, tensionet e vazhdueshme me Serbinë për çështjen e Kosovës dhe pesha simbolike e Shkodrës e bëjnë këtë një vendim me ndikim shumë të madh politik se sa juridik. Kjo është arsyeja pse debati publik nuk është thjesht mbi një konsullat, por mbi mesazhin që ky veprim përcjell në një Ballkan ku simbolika diplomatike shpesh lexohet si pjesë e strategjive afatgjata shtetërore.